Ndonë se numri të prekurve nga gripi është në rënje. Mjekët theksojnë se javët e fundit po përballen gjithnjë më shumë me komplikime serioze, si pasojë e kozgjatjes së temperaturës të larta dhe neglizhimit të simptomave. Shumë shpesh pacientët paraqiten te mjeku me gjendje të përkeqësuar. Në këtë periudhë shpesh kemi edhe pacient me komplikime të gripit. Duhet të theksoj se numri i pacientëve me grip është ulur, por na janë paraqitur komplikimet e gripit. Shumë shpesh këtë periudhë kontrollojmë fëmijë me infeksione të veshëve, komplikime nga temperaturat që kanë zgjatur shumë dhe nga sekreti që është shndëruar në bronkite dhe bronkopneumoni. Kështu që në këtë periudhë kontrollojmë rastet me ftohjet e lehta dhe komplikimet nga gripi. Këtë sezon gripi ka qenë më infektues dhe përhapja ka ndodhur për një periudhë shumë të shkurtër. Sipas Mladenovskas, fëmijët kanë qenë më të prekurit. Tek fëmijët shumë shpesh është karakterizuar me temperatura shumë të larta. Pra, ka pasur fëmijë me temperatura të larta deri në 40 gradë, që ka zgjatur deri në 5-6 ditë, dhe prindrit vinin në panik pasi temperatura zgjaste shumë. Tek këta pacient ka qenë karakteristike influenca A. Në fillim të muajit janar kontrollet nga gripi kanë arritur deri në 90, ndërsa tani është ulur deri në 40 kontrolle gjatë orëve të kujdestarive. Megjithatë, mjekët thonë se duhet pasur kujdes edhe në periudhën e vijim, pasi tani vijojnë infeksionet alergjike.